Bismillahirrahmanirrahim. Një veprim shumë i rëndësishëm që ndërlidhet shumë ngushtë me agjërimin është durimi, dhe se agjëruesi nuk mund të shpëtojë vetëm nëse është i durueshëm, dhe se nuk mund ta ruajë shpërblimin e agjërimit vetëm nëse është i durueshëm. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, agjërimi është gjysma e durimit. Pra, agjërimi kërkon durim shumë, nëse don me marrë shpërblimin e plotë të Zotit xhalla xhelalu. Dhe jo rastësisht, agjërimi ka shpërblim pa kufi, ka se besimtari duhet të angazhojë veten në maksimum që të jetë i durueshëm, si në aspektin fizik, si në aspektin shpirtëror. Pra duhet ta privojë veten nga ushqimi, nga pija, nga gruaja e tij, dhe të njëjtën kohë, në aspektin shpirtëror, duhet të jetë shumë i durueshëm që ta ruajë gjuhën e tij dhe t'i ruajë veprimet e tij, në mënyrë që nga gjuha dhe gjymtyrët e tij mos del një vepër ose një fjalë e cila e dëmton agjërimin e tij. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka porositur në hadithet e tij që të jemi të kujdesshëm se çfarë flasmi dhe çfarë veprojmë, në veçanti kur jemi agjërueshëm. Siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush nuk e lën dëshminë e rreme apo gënjeshtrën dhe punën me të, Allahu nuk ka nevojë që ky person ta lënë ushqimin dhe pijen për ta. Pra esenca e agjërimit nuk është që ne vetëm të privohemi nga ushqimi dhe pija e kështu me radhë, por esenca e agjërimit është që ne të jemi të durueshëm si në gjërat të cilat ndërlidhen me fizikun ton, si në gjanat të cilat ndërlidhen me anën shpirtërore dhe bindjen tonë. Pra ai i cili agjeron në këtë formë, duke ruajt veten nga fjalët e liga, nga punët e liga, dhe duke i dërguar në vend të gjitha rregullat e agjerimit, ai padyshim do ta merr shpërblimin e plotë te Zoti i lartësuar. E lutim Allahun që të na bën neve prej atyre që jemi të durueshëm, që të mujt bekum, dhe na bën prej atyre që marrim shpërblimet e plota për agjërimin.